brutal kjo që apo tham, po kush do që të kalon nuk kalon për parime. Dhe e dyta, në rast të gjykata kushtetuese merr ndonjë vendim konform kërkesës apo ankesës së listës serbe për mos përkohshme, pezullim dhe vendim tjetër që mundet me qenë kundërshtim me vendimin që ka marrë Kuvendi i Kosovës. Do të thonë vetëm këto dy raste mund të mos kemi zgjedhje në fillim të jetorit. A mendoni se sepse lista serbe vendimi çështjes së listës serbe dhe ankesës tashmë sikur duket është konsumuar në kuptimin që gjykata kushtetuese nuk lëshon më zakonisht gjatë vikendit njoftime, pra mund të bie si opsion, pra po thoni se mund të qëndrojë më shumë si opsion real kjo çështja e kalimit të deputetëve të tjerë, e cila është përfolur deri në fund, por sigurisht nuk ka patur konfirmime zyrtare e as adresime zyrtare për këtë çështje. Çfarë thoni ju qëndron, sepse zakonisht masa përkohshme shpejtësia ka qenë shumë e madhe gjykatës kushtetuese. Dhe meqense nuk ndodhi deri sot, nuk përjashtohet mundësia. Do të ishte jashtëzakonshme ndodhte në ditë vikendi, sepse megjithatë mund të ndodhë, nuk ka përjashtim, domethënë mundet të ndodhë edhe nesër. S'ka patur zakonisht raste, po është më rrallë. Mirë po, siç po thonë edhe duke u bazuar në praktikat e deritashme, në metodologjinë që kemi pa deri më tash, do të ishte pak befasi, do të ishte interesant pse të shtunën në jetë premten. Po e kuptoj. Mirë po, kjo nuk do të thotë që nuk ndodh. Por vetëm domethënë këto dy raste janë me të cilat ne nuk shkojmë zgjedhje. Nëse e ka kriju, nëse ka marrë një deputet, atëherë kemi një qeveri 6 vota dhe shtyhen zgjedhje. Pse po ndodh kjo, nuk ka asnjë komunikim me publikun nga ana e subjektit politik që ka fituar zgjedhjet për të treguar nëse ka arritur marrëveshje me të paktën edhe me deputet që potencialisht, po thoni, ka mundur t'i blej. Kjo qeveri, Kurti me ekipën e tina ka pas një sjellje enorm arrogante kur është në pyetje transparenca me qytetarë që nga dita e parë. Që nga dita e parë kanë thonë i kem votat. Kur e keshëm atëherë për certifikimin e deputetëve, thënë i kem votat edhe për kryetarët e Kuvendit. Pastaj thanë jo si kem votat për kryetarët e Kuvendit, po i kem për kryeministrin. Domethënë një logjik bajagetul të mashtrimit të qytetarëve. I pa isha gazetarët atë ka kalëshin prej zyrës kryeministit të Kuvendi që i shkëshin brapa, zoti kryeministër, keni bisedu me nismën, cilat janë asnjë informacion heq e përbuzje. Ju desh me shku në Londër, me i kallëzu Kosovës prej Londrës që ka bisedu me nismën dhe ja ka ofru një pazar dhe se kam pranu, ka mujt 1 milion herë me dhonë qatë informacion. Dhe me thonë, janë përpjek me pretendu, me konë sa ma mistik se pëndodhin gjanat në, në fakt nuk ka ndodhë kur gjë. Edhe zoti Lima i sonte në një intervista se nuk e voton qeverin Kurti. Në LDK e kanë përsëritur sa herë. Ne pozicioni edhe në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, po ashtu teksa për vetëvendosjen dhe për PDK-n dhe listën serbe, e pa është dikun që edhe një deputet i lëvizjes vendosë pas ka thënë që me PDK-n dhe listën serbe as nuk i bëjmë ofertë për një krahasim, po ashtu jo, ndoshta korrekt. Atëherë me kë? Qysh bëhet qeveria të dielën? Kur thot një deputet e vetëvendosjes me listën serbe dhe PDK-n, nuk vojmë është të e fyë vetë vehtën, jo PDK-n. Sepse jam i sigur se PDK-ja duhet më mburë kur dikush e qetë në qatë nivel. Partia Demokratike e Kosovës është një parti që ka qeveris dhe personalisht kam pas 1 milion kritike ndaj tyre. Por me bo këso përpjekje... Por si keni fyrë? Jo, këso përpjekje me mos harrosim Partinë Demokratike të Kosovës, ka shumë njerëz që ende i kanë plagë të luftës familjarët dhe me fyën një parti një subjekt politik në këtë formë, është e patolerueshme, sidomos kur vjen nga deputetët dhe përfaqësues të popullit. Partia Demokratike e Kosovës ju ka treguar prej fillimit që nuk është e interesuar me lëvizjen vetëvendosje, me që bashkëqeverisë, siç i ka treguar edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Edhe LDK. LDK ka qenë më interesante. LDK gjithsesi, ditën e parë ka thonë se nuk shkoj as me pozitën, ka thonë ne shkojmë në opozitë. Mirë po ka qenë një tendencë e dhunshme me shtile nga vetëvendosja. Dhe më thonë, para dite i bëjshin ofertë, mas dite e fyishin, e shojshin. Dhe dyqysh, veç se keni me hip, të e ofendu, pëse ju keni bo koalicion me PDK-n e ata, e ju i keni akuzu ata për vrasje politik, dhe më thonë, ka qenë përtej çdo normalje, mënyra që kanë dashur me shti e Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kanë harru se për para 4 vjet e ka provu LDK-ja koalicioni me ta, dhe çka i kanë bo, ata ja kanë korruptu borcën e listës dhe kandidatën për kryeministin, do të thonë personin kryesor që ka pas Lidhja Demokratike e Kosovës, ja kanë bërë president dhe ja kanë marrë 100.000 vota. Sepse kem punu edhe na, strategjia e Kurtit, ky nuk e njeh konceptin e partneritetit. Kur fillon me punu me to, ja nis me i peshku njerëz. Atë kujtohet atëherë kur Aleanca, unë kam qenë atëherë antar i kryesisë së Aleancës,
i përshkaj ke njështë aleancës, i thërken kafe, dhe më thonë, e në shkallej ke strukturën e partisë. Kërë pa të marrë zonën Donik? Donika Gërvala, që Donika Kada i bujubi, pas taj kanë qenë edhe 2-3 vetë tjerë që kanë qenë afer në orë të vonat mas natës, me thirë me pika i kafe, me diskutu, me shpresh qëtësimet e vetë, dhe më thonë me rekrutu, dhe më thonë metodologi. Kam informacioni që dhe thashtë së paku një, me ka thënë që ka komunikuar direkt me zotin Kurti. Ne kemë të gjuhë, Lidhja Demokratike e Kosovës po thotë se i kanë kontaktu disa nga deputetet e saj, kemë të gjuhë Duda Balës që i kanë ofru edhe me qenë profesorësh në Universitet Tetovës, se zgaboj. Dhe më thonë, se kanë tentu me përdorë metodat tila të korruptimit njerëzve, dhe më thonë, me ble. Një praktike kanë me qenë se zonja Grajinca kishte shkuar? Po, e kanë mësuat për praktikë. Dhe më thonë, është shkollë e mësume, është rrugë e mësume, edhe e kanë provu, të shohim të dilën, e kanë më rri prapë. Kush mund tjetë në më i thyeshëm kushtimesh nga deputetet, nga cili subjekt politik, që mund të joshet nga oferta Tamë sinqerisht, unë jam që një kohë gjatë në Prandaj edhe kemi ftuar sonte pikërisht pra për të folur me qenë se keni qenë në politikë gjatë dhe keni qenë pjesë e aleancës dhe edhe në kryesi edhe në vendet ku edhe si më thënë janë bërë negociata për koalicione të ndryshme dhe i dini se si shkojnë këtu pazaret, pak a shumë ose kalkulimet ose ftesat, ofertat. Nëse këshyr kështu, për shembull, krejt ata që i nja, edhe në Partinë Demokratike të Kosovës, deputet, edhe shumicën të nja, edhe në LDK shumicën i nja. Në aleancën nja krejt, për aleancë nuk mundet me ndodhë. Nëse hen nja, hen letë krejt partia. Dhe më thonë, nuk hen asë nja pa hi për krejt partia. Po, krejt ata që i nja, që janë PDK deputet, edhe LDK e kam tepër vështirë me besu se muj me ndru anë për ne përfitim të qastit. Ka disa tri që nuk i nja. Edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, po kjo nuk nënkuptën se janë... A priori mund të shëjnë? Po, ja, nuk besoj. Fakt, kemi bisedu ka njëherë, edhe janë boho jëmë edhe me deputet LDK-s, edhe me PDK-s që më ka rarë rasti, sepse ne tek e fundit përjetojmë qëtu edhe kemi pyet. Gjithë kategori kanë qenë që është e pamundshme. Kështu kanë thonë, se dije. Mirë, por, unë e konsideroj që tepër të vështirë, sepse... Ofertë parazistueshme. është tërsisht pyetje hipotetike, tërsisht nuk e besoj, tëmë sinqert, nuk kam po asë një indikacion të vetëm që një gjohë e tilë mundet me ndodhë. Nuk e kom po asë sjellin, se vetë vendosja veç i ka bo, ata veç e kanë fillu fushatën. Ata kanë fillu fushatën, dhe më thonë jenë pregadit që dilë nuk do të ketë kur gjo. Nëse ka në i befasi, Do të Arifi, e nëse nuk do të ketë asgjë të dielën kështu si që po thoni ju, çka do të thoshte kjo për Albin Kurtin më saktësisht? Po, për nën mujt ditë... A është pranimi humbjes? Po, jo, nuk është pranimi humbjes.